Për dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër, siç edhe më herët në valët e radios anonçova, sot në studio jam së bashku me kolegun tim Adrian Hoti. Mirëmëngjes Adi. Mirëmëngjes Merita. Edhe dëgjuesve zëri yt gjithmonë i intrigon për informacione, për lajme, për intervista, ndaj në këtë mëngjes tingëllon mjaft radiofonik dhe komunikues me dëgjuesit. Për dëgjuesit po për mua nuk po më duket kretisoj si çdo ditë tjetër. Sepse ne jemi mësuar të kemi një marrëdhënie kolegësh, të diskutojmë rreth problemeve tona në radio, po sot objektivi i bisedës sonë është diçka tjetër. Në studio para këtyre mikrofonave jam thuajse çdo ditë, sidomos për edicionet e lajmeve. Po në këtë pozicion që nga një ngarkesë tjetër. Është në pozicionin ku ti i fton të intervistuarit e tu, ndërkohë që sot je pranë mikrofonit të studios Mirëmëngjes Shkodër. Falenderoj për ftesën. Dhe është një motiv i madh ftesa që unë ju kam bërë sot, është promovimi i librit tuaj, i gazetarit Adrian Hoti. I librit Gjurmë Zërash, i cili nesër, pikërisht nesër, në një nga sallat e bibliotekës Marin Barleti do të ketë paraqitjen e tij zyrtare, një promovim libri i cili që në hapat e parë ka ngjallur mjaft interes tek dëgjuesit, ashtu edhe tek lexuesit tashmë, sepse kanë në dorë një botim, një libër ku siç shprehen edhe komentuesit, siç shprehen mjaft intelektual, duke u referuar pikërisht njërit prej, do të thosha, kolozëve të gazeterisë së sotme, profesor Hamid Boriçit, është një histori e shkruar e njerëzve të qytetit të Shkodrës, apo një prej të intervistuarve tuaj, siç është fotografi Angjelinë Nënshati, i cili shprehet është një histori e njerëzve në Shkodër. Një libër që natyrisht ka një interes të veçantë. Në fakt, si ndjeni para promovimit të këtij libri? Në radhë parë jemi kënaqur që po arrihet në finalizimin e një projekti që është ideu prej shumë vitesh në fakt. Këto intervista që përmban ky libër janë realizuar para më shumë se 10 vitesh, në vitet 2005-2007, e sidomos janë intervista që janë realizuar në Shkodër, por për radion BBC në Shqip, një stacion shumë prestigjioz, i mirënjohur në atë kohë. Sidomos pas mbylljes së BBC në Shqip në vitin 2011, ishte një ide vazhdimisht e imja që ta realizoja këto intervista që ishin në fakt të gatshme, që ishin transmetuar, po që unë i disponoja, edhe të dokumentoheshin në një libër, sepse është një vlerë më shumë. Një vlerë, por shkruhet një histori, një pjesë e historisë së qytetit përmes këtyre zërave këtu. Është më se vërtet, ndërkohë që duke u referuar kësaj periudhe, rreth 13 vjet që ju keni punuar për Radio BBC në Shqip, kur ju propozua që krahas informacioneve të ditës, kronikave, lajmeve, të realizonit edhe intervista pak më të gjata, rreth 15 minuta, që i drejtoheshin figurave të ndryshme në Shkodër. Si e morët këtë propozim që ju bë? Për këtë nismë, do të thosha? BBC-ja në Shqip vazhdimisht ka ardhur drejt përmirësimit, reformimit të programit të saj në ato vite që ajo transmetoi, bëhet fjalë nga viti 1993 kur u rikthye në transmetim pas ndërprerjes në 1967-ën, e deri në 2011-ën vazhdimisht programi i saj ka ardhur drejt përmirësimit dhe reformimit. Rubrika intervista, në të cilën janë transmetuar këto intervista, ka filluar në vitin 2005 dhe ka vazhduar deri në mbyllje, deri në vitin 2011. Në këtë rubrikë që është transmetuar në emisionin e mëngjesit të BBC-s, shumë nga dëgjuesit mund ta kujtojnë, ka qenë një rubrikë 15 minutë dhe janë sjell zëra, janë sjell intervista, prononcime, jo vetëm nga Shqipëria, nga të gjitha trevat shqiptarëse, ku radio BBC ka pas korrespondentët e saj dhe zyrat e saj, po kanë qenë edhe personalitetet të tjera të fushave të ndryshme, jo vetëm shqiptar, personalitete që janë marrë me çështjen shqiptare, shumë nga përfaqësues të trupit diplomatik në Shqipëri, apo edhe të artit e të kulturës. Në këtë kuadër, të gjithë gazetarëve, të gjitha studiove të BBC-s në të gjitha trevat shqiptarëse u janë hapur, është dhënë mundësia që të realizojnë intervista, bëhet fjalë kryesisht me njerëz të shquar, me ato që përfaqësojnë vlera. Natyrisht.
Gjithmonë unë I falenderoj shumë shefat e mi të asaj kohe atje që I kanë lënë një hapësinë tepër të madhe, konsideruar ndoshta edhe me zonat e tjera Shkodrës, sepse siç e thotë edhe vetë ish shefja BBC-s Julia Goga në parathanjen e librit, Shkodra është një pasuri, ka një pasuri të pashtershme për realizimin e intervistave të tilla edhe evidentimit të vlerave. Ndërkaq që me qenë se ju propozua një gjë e tillë, bët një plan në kokën tuaj, e kishte të gatshëm të menjëhershëm këtë panoramë të madhe personazhesh, apo patët një ngurrim, një dilemë se si mund t'i realizoj? Si ishte ai moment? Nuk mund të them, thash edhe më parë, Shkodra ka personalitete të fushave të ndryshme të shumtë. Edhe vazhdimisht unë propozimet e mia në seksionin I kam paraqit në seksion të BBC-s për intervista që do të realizoj gjatë muajit, dhe vazhdimisht më janë aprovu ato intervista. Po duhet të kemi parasysh sepse gjeografia që ka mbuluar BBC-a ka qenë shumë e madhe dhe ka qenë edhe një shpërndarje gjeografike e barabartë. E keni menduar që në fillim do të kishte një ecuri të tillë, që personazhet do të krijonin një kolan të mrekullueshme? Në fakt e kam menduar edhe pritshmëritë edhe nga kolegët e mi në Londër, edhe në Tiranë, ishin të tilla që Shkodra do të na sjellë gjërat me vlerë, intervista me vlerë, nisur nga emrat që përmban. Ndërkohë, çfarë ka qenë BBC-a për ju, Andi? BBC-a ka qenë një model I një media perëndimore në Shqipëri në fakt. Një media me një audiencë të gjerë, ndërsa për mua si gazetar, edhe për gazetarët e tjerë që patën fatin të punonin në këtë radiostacion, ka qenë një shkollë në vete. Unë e veçoj në këtë 25 vite punë që unë kam në këtë profesion, unë të vlerësoj si periudhën më mbreslënëse. Është një media që mbuloi me shumë profesionalizëm, sidomos periudhën më të vështirë të tranzicionit shqiptar, nga 1993 deri në 2011 dihet ngjarje që ka kaluar Shqipëria, por jo vetëm Shqipëri, edhe periudhën e luftës së Kosovës, edhe konfliktet e problemet e tjera që patën me shqiptarët në Maqedonisë. Ka qenë një media pra që them se me mbylljen e saj ka munguar audiencës në Shqipëri. Edhe erdhi një moment në 2011 që BBC u ndërprej për shkak çështje financiare të gigantit BBC. Nuk mendoni se e mbaroi për momentin misionin? Ishin 5 seksione, jo vetëm Shqipëria, por edhe Maqedonia, Serbia, edhe 3 seksione të tjera të cilat u mbyllën çështje financiare të BBC, siç e dokumentuan nga drejtuesit e tjerë. Dhe le të sillemi librit, sepse ky është një motiv shumë I fortë dhe I fuqishëm që sot realizojmë këtë bisedë bashkë këtu në studio. Mirë, si ju keni marrë personazhe të fuqishme të botës Shkodrës, do ta quaja, po në shumë sfera, nga sfera e artit, duke përfshirë aktorët, muzikantët, keni marrë nga sporti, nga shkenca, pra keni bërë një, do thuash, një përzierje të mjaft anëve të realitetit në Shkodër. Si përzgjodhët ju këto personazhe? Ishte një mendimi juaj I hershëm apo ju sugjeroi dikush që Jo, ka qenë një përzierje ime për të përfaqësuar, për të prezantuar pra Shkodrën si një qytet që ka ofruar figura dhe personazhe nga fusha të ndryshme. Ky ka qenë qëllimi. Edhe në fakt bie që Shkodra I ofron me shumë sidomos nga arti, nga kultura, nga sporti, po edhe nga jeta akademike, nga shkenca. Ndërkohë e keni patur të vështirë të realizoni intervistat apo ndoshta të lehtë, nuk e di. Si ka qenë? Jo, nuk ka qenë e vështirë. Sa herë që u jam drejtuar personaliteteve ose atyre që unë kisha përzgjedhur për të intervistuar, ka qenë një gatishmëri e plotë nga natyre. I falenderoj pa mas për atë thjeshtësinë, për atë modestinë me cilën ato janë shpreh, sepse në përgjithësi opinioni këto personazhe njehen më tepër nga veprat e tyre, më pak nga ajo përvoja vetjake. Edhe qëllimi I këtyre intervistave ishte pikërisht të sjellin diçka më shumë nga përvoja vetjake e tyre, si dhe dëshmitë e tyre
si ka qenë rruga drejt suksesit të tyre. Përgjegjësia e seksionit shqiptar në BBC Julia Julia Goga Goga Cook. ju cilëson juve si realizuesit e këtyre intervistave si një gazetar që jeni thelluar, keni krijuar një atmosferë shumë të mirë gjatë komunikimit, duke ju bërë të lehtë dhe të ëmbël fjalën, ndërkohë që edhe keni pasur mjaft kuriozitet për të gërmuar në jetën e tyre, në veprimtarinë e tyre. Mirë, shumë gjëra i kemi të shkruar, madje libri ka edhe një CD ku mund t'i dëgjojmë zërat e tyre. Janë të gjitha intervistat ashtu siç janë transmetuar në BBC, janë të përmbledhura edhe në këtë CD. Nga kjo CD janë zbardh, janë hedhur në Word, pastaj janë botuar në këtë libër. Po, Dhe të shkruara. është një proces. Ndërkohë, isha shumë kurioze dhe interesuar të di diçka mbi atmosferën që janë realizuar intervistat. Ka diçka pas mikrofonit ose pas faqeve të librit që përpara se ju keni filluar intervistën, ju ka mbetur në mendje diçka që nuk e keni përfshirë këtu, po që mund të na e thoni ne dëgjuesve, diçka mbreslënse tek ju. E para nisur me atë që të hulumtimit është detyra e një gazetari gjithmonë që përpara se të realizojë një intervistë të hulumtojë, ta njohë mirë personazhin të cilin e interviston. E dyta edhe krijimi një ambienti të ngrohtë përpara fillimit të intervistës është edhe kjo detyrë për të realizuar sa më mirë atë mision që ke. Natyrisht. Megjithatë unë siç thua edhe ti kam shumë kujtime të mira nga realizimi këtyre intervistave, pothuajse me gjithë personazhet, po gjithsesi mesin disa kujtime të veçanta. Po. Të thash edhe në fillim, do të veçoj atë modestinë e pothuajse të gjithë intervistuesve për të folë sa më pak për ato unin e tyre, po më tepër për ato që përfaqëson Shkodra, për atë se pse kanë kontribuar ato në këtë në fushat e tyre. Edhe këtu ka qenë ndoshta edhe pak vështirësia juaj që t'i gërmoni për të zbuluar jo thjesht unin, po atë madhështi të veprës së tyre që ka lënë gjurmë dhe që përbën një pjesë të historisë së Shkodrës. Jena mësuar shpeshherë Meri që me të drejtë me nga persona që kontribojnë në fusha të ndryshme të shprehin të pakënaqësinë e tyre, sepse në fakt realiteti shqiptar këto ofron, ndihen të pashpërblim, ndoshta jo vetëm materialisht, por edhe moralisht në disa raste. Megjithatë tek këto intervista unë shumë pak e kam një këtë pakënaqësi, ku dihet realiteti që nuk është se janë të shpërblim as materialisht, ndoshta edhe moralisht në njëri njihet keq, po nuk është se është shprehje me këtë gjuhë në këtë libër. Biles më met në mend edhe sot një shprehje e profesora Metoses, që e thot edhe në libër, në përgjigje të pyetjes. Nga fillimi i jetën përsëri. Po, jo e kisha fjalën tek se sa i vlerësuar njihet ai për gjithë këtë kontribut që ka dhënë në fushën e bujqësisë. Përgjigjja e tij më ka lënë shumë mres. Ndihem tha shumë i vlerësuar. Meta për momentin. Në çfarë aspekt profesor? Ndihem i vlerësuar se kam shumë miq ta. Sa bukur, shumë bukur. Dhe është mjeshtri të gërmosh tek shpirti i njerëzve. Është vërtet e bukur që t'i bësh ata të ndjehen konfidencial me gazetaren, me intervistuesin, dhe pastaj hapet një botë e madhe, një botë me shumë kanate, dyersh e dritarësh, të cilët nuk të lënë asnjëherë të mbyllur. Këto intervista shpeshherë më kanë mbajtur që të ndihem edhe i përfshim edhe nga emocioni, që nuk duhet fakt gazetari përfshihet emocionalisht, por aq përfshimje sa mos me dëmtu intervistën. Kujtoj po kështu intervistën me Tamara Gacin, me Tamara bashkëshorten e kompozitorit të shumë Pjetër Gaci, u realizu në dhomën muze që Tamara ka kriju për në nderim të bashkëshortit të saj. Ai momenti kur ajo më shpjegoi, Tamara dihet është një ruse e shkodranizuar, siç i drejtohen vetë në intervistë, e cila ishte shkput nga vendlindja saj nga Moska, që në vitet 60 masi u prishën me Bashkimin Sovjetik, dhe për 30 e sa vite shkput komplet nga familja saj, dhe gjithmonë me atë dëshirën dhe ëndrrën të kur po i mundsohet rikthimi për te njerëzit e saj. Atëherë thot ajo kur u mundsu ky rikthim, u hapen dyert,
atëherë unë ndjeva më pesimiste pak, të nisë nga gjendja ekonomike që kishim, sepse ishte e pamujtur me realizuar qoftë edhe sigurimin e biletave financiarisht. Bashkëshorti dhe Pietri vazhdimisht më shtynte që do ta bëjmë patjetër këtë rrugë, do të shkosh patjetër, ti me djalin do të shkoni. Unë kundërshtoja, thotë Tamara, sepse gjendja e tillë ishte. Në një ditë kur u ktheva nga puna, shohta pak si të mërzitun, në tavolinë shoh biletat. Ishte ble biletat për mua dhe për djalin. Si u bë kjo punë, tham, si me çaj realizove. Nuk foli. Shkojnë dhomën tjetër kur shoh që kishte shih piano. Ka qenë një moment që me të vërtetë kam një vetin shumë në emocion. Të tilla detaje pra ka patur vazhdimisht gjatë intervistave me personazhet e këtij libri. E megjithatë, Tamara shkoi dhe u kthye përsëri. Nuk mund të rrinte askund tjetër përveç se në Shkodër dhe pranë kompozitorit të madh Pjetër Gaci. Diçka tjetër? Përveç se emocioneve të tilla, ka pas personazhet e këtij libri janë shumë edhe ka edhe përfaqësues të humorit Shkodër, është mjeshtra e madhe Zyliha Miloti, Gzim Kruja, Paulin Preka, Paulin Selimi, Inier. Me ato ka patur një atmosferë tjetër, gjithmonë në kuadër të humorit. Kujtoj me shumë ëndje intervista me Paulin Prekën, i cili në atë momentet përpara intervistës, sepse në ato që është transmetuar te BBC nuk u tha ajo. Do thënë se si e kalon në Itali, është prej vitesh ndodhet në Itali edhe sa është afjatu me jetën atje. Edhe nëse na sheh, na dëgjon e përshëndesim. E përshëndesim. Me shumë humor tregonte për vështirësitë me të cilën përballen mosha e tij, sidomos edhe me gjuhën, thotë se nuk është se jena aq eloquent me gjuhën italiane, e më shoh që vazhdimisht thotë ka probleme edhe më pyet mua se si ti drejtohem qoftë edhe shitësit ose në një vend tjetër ku ka nevojë për kryerjen e shërbimeve të ndryshme. Edhe në një moment të kujtoj kur më thotë që Paulin do më shkoj me ble disa koca të dyqanit Mishit, po s'di si i thohet kocit. Ose më i gruaj thon. A thu po më mendhet. Po ti kujto kur shkosh të kena pas oson bileta shitësin e teatrit, edhe Maliqin kanë kënë 2. Kur shkosh atje thuj voljon poko oso. Shkon atje thët, ka harru oson, ka kujtu Maliqin, thët. Voljon poko Maliq. Po vërtet një emocion shumë i këndshëm. Krijoi një humor që na shtyu intervistën, fillimin e intervistës. Po kështu kujtoj me shumë emocione dhe intervistën me Tonin Tërshanën, këngëtarin e shumë, i cili u emocionu shumë gjatë intervistës, në momentin kur fliste për atë çfarë ai gjendjen aktuale në të cilën ndodhen atë kohë. Vinte nga Greqia ku ka jetuar për disa vite, vinte për një periudhë të shkurtë në Shkodër. Edhe puna që atje bëj thotë është totalisht larg asaj që është misioni jam, unë jam. Pra nuk ishte të bante fare me artin, por në punë tjera të rëndomta, ky ishte realiteti atëhershëm. Vërtet emocione që të përfshin, por që gjithsesi duhet të krijosh një distancë për të realizuar dhe për të gërmuar në atë histori të mrekullueshme që këto personazhe kanë lënë. Mirë, atë të kalojmë tek libri, si u formzua ky libër. Këto intervista erdhen ashtu të pastra, siç kanë qenë dhe vetëm patën momentin të hidhen në e zeza mbi të bardhë, apo kishte edhe diçka tjetër? Cila ishte ecuria derisa erdhi te ky botim dinjitos? Siç e thua vetë, pas hedhjes nga CD-ja, nga audio ti kalosh në kompjuter, në Word, pjesa më kritike është redaktimi këtyre intervistave, edhe sjellja tyne sa më origjinale. Dihet në Shkodër është dialekti shkodran, shumë i preferuar nga gjithë banorët, por që edhe standardi ka të pjesën e vet në të folunën e këtushme. Qëllimi im ka qenë që çdo fjalë e të intervistuarve të vi ashtu siç është foli. Shumë prej tyre shprehen në dialekt, disa prej tyre në standard, disa edhe me një gjuhë të përzime që mes dialektit dhe standardit që quhet edhe në idiolekt. Prandaj edhe në fakt është bashkëshortja ime Irida ajo që i ka kushtuar një vëmendje shumë të madhe redaktimit gjuhësor të këtij libri. Është edhe redaktori letrar Zia Buka që edhe ai është përqendruar në këtë drejtim.
pra që këto intervista të vinë sa më origjinale, të ruhet autenticiteti i tyre. Sepse edhe duke e lexuar, personi sjell në vëmendje atë personazh për cilin bëhet fjalë. Bëhet aq origjinal sa Gjuha është një tipar i personalitetit të mishëruar. dikujt, aq më tepër i këtyre personaliteteve që ne i njohim, janë personalitete të artit, të sportit, etj që i kemi parë vazhdimisht, i kemi ndjek. Kështu që edhe duke lexuar atë shprehjet e tyre, atë intervistë që kanë dhënë, përmes asaj gjuhës të folur, menjëherë të vjen mendje personaliteti i tyre. Ky ka qenë edhe qëllimi që të ruhet sa më shumë e paprekur origjinaliteti i gjuhës. Edhe më pas botimi kalon përsëri në fazat e veta, që ka të bëj me faqosjen, me pikërisht një dizajn Du të ose falenderoj shumë kopertinë të bukur. atë që realizoi faqosjen e librit dhe kopertinën, Bledar Xama, një djalë shumë i talentuar në këtë profesion, po dhe shumë i komunikueshëm, shumë miqësor që më ka bërë shumë të lehtë punën për faqosjen e këtij libri, sepse e dërgon një libër për faqosje, po ato redaktimet e vazhdojnë deri mbase për disa ditë me radhë deri që ajo përfundon edhe kalon në shtyp. Po Falenderoj shumë edhe shtëpinë botuese Fishta në Lezhë për gatishmërinë, ndërsa shtyp shkronjën Shkodra që realizoi botimin e librit, që realizoi shtypjen e librit dhe pronarin e shtyp shkronjës Gjon Serreqi për korrektësinë dhe realizimin me cilësi të këtij botimi. vërtet ky është një ekip i mrekullueshëm që të ka bërë vërtet të ndjehesh kështu Përveç në kësaj, këtë libër. siç e thamë, në brendësi të librit është edhe CD-ja audio, për këtë falenderoj kolegun ton, inxhinierin Pashalim Hilli, që bëri të mundur masterizimin e CD-s në audio. Por unë do të dëshiroja të ndalesha pak më gjatë në një personazh që ka një rol të shumëfisht në jetën tënde dhe tek libri. Është pikërisht bashkëshortja jote, Irida Hoti, e njohur tashmë në fushën e letrave, në fushën e botimeve pedagogjike dhe didaktike, që besoj do të ketë qenë, sipas një intuite femërore time, do të jetë ajo bashkëudhëtarja që në nisjen e kësaj ideje edhe në të gjitha fazat që kalon një botim i tillë. Padyshim. Ka qenë nxitësia e vazhdueshme për realizimin e kësaj ideje që unë thashë kisha me kohë që kur u mbyll BBC-ja. Ka kontributin e saj të pashlyeshëm, si i thonë, qoftë edhe në hedhjen e këtyre intervistave në Word, në shkrume, kena bashkëpunuar të dy për hedhjen e tyre, por kontributi i saj kryesor është tek redaktimi gjuhësor, që sot, si thënë, jam krejt i kënaqur dhe nuk pres që të ke i sigurt, nuk pres që të kem të i bie pre kritikës sa i përket asaj që pasqyrohet në libër. Ndërkohë më bën përshtypje se kanë thënë fjalën e tyre në hyrje të këtij botimi edhe disa prej personaliteteve në fushën e gazetarisë, siç është profesor Hamid Boriçi, përgjegjësia e seksionit shqip në BBC, Julia Goga Cook. Po, Julia ka parathanin e librit, profesor Hamid Boriçin, cilin e falenderoj pa mas, ka bërë recensën e librit, po kështu edhe redaktori letrar Zia Vukaj, ka shënimin e tij të titulluar Voice Fair, që jep vlerësimin e tij për këtë libër. Nuk e di, keni ndonjë peng që ka mbetur tashti që është libri komplet tek lexuesit? Pengu është ky se këto intervista që janë transmetuar kishin një kohë një të limituar prej 15 minutash. Në fakt kur janë realizuar kanë qenë më të gjata, kuptohet mund të kenë mbrit me personazhe të caktuara edhe deri në 30 minuta, 40 minuta, dhe pastaj është përzgjedhur ajo esenca e intervistës për të realizuar, për të transmetuar tek BBC-ja. Në këtë libër janë intervistat ashtu siç janë transmetuar, jo pjesa bruta e intervistës. Pra, ka rrjedhje nga ato çfarë është thënë, megjithatë është përzgjedhur ajo esenca e asaj që duhet të thosh, tu thonte. Mbase është një pakujdesje ime ndoshta në këtë drejtim që nuk është trujt gjithë pjesa bruta e intervistës. Në fakt, ky është një mëkat që na ndodh të gjithë ne gazetarëve. E sa herë mendojmë për gjëra të bukura, perla që mund t'i quajmë dhe me kalimin e rutinës së punës, mbase ato pa dashur edhe humbasin. Ndaj të gjithë mund të kërkojnë një ndjesë për këtë fjalë kaq të mrekullueshme të
të intervistuarve tanë. Adi, nesër është promovimi i librit. A mund të zbulojmë diçka nga organizimi i kësaj feste të librit tënd? Promovimi është promovim, dihet pak a shumë, po unë jam mundu që në këtë provimim të veçantia e tij të jetë prezantimi edhe me audio, edhe me zë i disa prej personazheve, disa prej të intervistuarve. Në këtë libër, siç e tham, janë 34 intervista të realizuara para 10 vitesh. Po në fakt 17 prej të intervistuarve sot nuk jetojnë më. Pikërisht ka menu, kena përgatit bashkë me kolegun Nino Jakova një video montazh që të na risjell në vëmendje përmes portreteve të tyre, por edhe zanave të tyre, janë sekuenca të shkëputuna nga këto intervista që këto personalitete kanë dhënë për BBC në Shqip, sekuenca të shkurtra, që them se do ta them, do t'i japin veçantinë këtij promovimi. Sa bukur dhe sa herë mendoj kur transmetojmë intervista edhe në programet e radios në VMC, intervista të njerëzve që nuk jetojnë, por që kanë lënë mesazhe të fuqishme për jetën e tyre, mendoj sa rol të madh ka radio, zëri, magnetofoni, të intervistuarit, teknologjia për ta bërë vdekjen relative tashmë. Domethënë që këto njerëz megjithse nuk jetojnë, flasin, i drejtohen njerëzve të tjerë, japin mesazhet e tyre. Qëllimi i botimit të këtij libri, Merita, nuk ishte thjesht dokumentimi i një pjesë punës time si gazetar, ishte pikërisht ky evidentimi i kontributit të këtyre personaliteteve që ato kanë dhënë dhe shumë prej tyre vazhdojnë ta japin në ruajtjen, por në thellimin e traditës së kulturës dhe qytetarisë shkodrane. Por nga ana tjetër edhe një nderim dhe një homazh pikërisht për këto personalitete që sot nuk jetojnë më. Nuk mund të shkëpus këtë intervistë pa të pyetur diçka për atmosferën familjare. Ju keni 3 djemë, që nga studenti që është më i madhi dhe deri tek djali i vogël Jahari që është në klasën e 6. Po, Si ndjehen ata? Domethënë që keni një festë familjare nesër. Patjetër. Vazhdimisht ata janë të impenjuar dhe gjithë secili thotë ka qejf të angazhohet të jap diçka, një kontribut sa do të vogël, po shohim. Si mendon, masi ke bërë këtë botim, mendon që po mbledh si ajo bleta nektarin dhe ngadalë që të kesh edhe të tjera intervista, të kesh botime të tjera, ku të pasqyrosh në këtë rrugë vërtet histori të interesante dhe pjesë të jetës së qytetit tonë. Në fakt edhe mirëpritja e këtij libri më bën që të jem optimist. Shkodra, siç e thamë, është një pasuri e pashtershme e figurave të tilla. Të qenit në këtë profesion, edhe mosha, më bën që të jem optimist, pra që pse jo, nesër të vijë edhe një botim tjetër me të tjerë personalitete. Në vërtet ju keni filluar diçka, sepse që nga 2011 kanë kaluar disa vite dhe nuk është thjesht vetëm BBC-ja një motiv, ja është jeta e përditshme apo jo? Është profesioni të qenit gazetar, ne vazhdojmë të kontribuojmë në Radio Shkodra. Pse jo, është një dritare, është një media që të jep mundësinë të kesh dhe të realizosh botime edhe të tjera. Shumë bukur. Adi, unë të falenderoj shumë që ishe sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ndoshta zbuluan paksa nga brëndësia e këtij libri, zbuluan paksa nga vijshmëria e punës suaj dhe motivet e fuqishme që bën një gazetar të jetë pranë njerëzve dhe të shkruaj historinë e tyre, lë atë të skalis atë pikërisht në vepra të tilla, por edhe nga ceremonia e nesërme e promovimit të këtij libri. Turoj gjithmonë punë të suksesshme, shëndet, dinamizëm për realizimin e të gjitha objektivave që ju keni vënë vetes, por edhe një pritje kaq të ngrohtë dhe të mirë nga publiku, dëgjuesit, lexuesit në këtë rast të librit dhe në VMC natyrisht një rrugë të tillë. Të falenderoj, faleminderit. Faleminderit. I woke up with a